Qeveria Kurti 4 ka të përcaktuar vizionin në sektorin e shëndetësisë për një popullat të shëndetshme. Këtë do të arrijë përmes misionit duke ofruar shërbime shëndetësore cilësore dhe të sigurta për çdo qytetar. Në mënyrë të përmbushet vizioni, qeveria Kurti 4 ka përcaktuar 2 objektiva strategjike: përmirësimi i cilësisë dhe i qasjes në shërbimet shëndetësore, si dhe ruajtja dhe përpalimi i shëndetit. Intervenimet të cilat do të zbatohen në qeverinë Kurti 4 janë check-up shëndetësor për secilin qytetar, mbrojtja e shëndetit që nga fëmijëria e hershme, promovimi i shëndetit preventiv dhe aktivizimi fizik i qytetarëve, fuqizimi i sigurisë ushqimore dhe mbrojtja e shëndetit publik, zbatimi i sigurimeve shëndetësore, mbulimi i kostos së barmave jashtëspitalore, ofrimi i shërbimeve mjekësore specialistike në të gjithë vendin, veçanërisht në spitalet të përgjithshme, ndërtimi dhe renovimi i spitaleve dhe i klinikave, arritja e cilësisë së mjekimit dhe kujdesit shëndetësor, zhvillimi i poliklinikave specialistike, themelimi i poliklinikave specialistike stomatologjike në sektorin publik, krijimi i laboratoreve publike të avancuara, mbështetja dhe zhvillimi i industrisë farmaceutike vendore.